dashur teleshikues, ju përshëndes. Po fillojmë lajmet në televizionin 4+. Debatet shoqëruan mbledhjen e Këshillit Bashkiak për ndotjen mjedisore dhe rendin e ditës. U miratuan ndihma sociale, u tërhoq pika për banesën e djegur dhe mungoi korumi për tokën bujqësore. U mbajt mbledhja e Këshillit Bashkiak, e cila nisi me miratimin e rendit të ditës dhe vijoi me diskutime të shumta mes anëtarëve të Këshillit. Pika e parë ishte shpjegime nga përfaqësuesi i një subjekti në lidhje me ankesën e Këshillit Bashkiak për ndotje mjedisore, ku pati diskutime mes përfaqësuesit dhe këshilltarëve lidhur me përgjegjësitë dhe masat për situatën e krijuar. Kemi ndryshuar nga 2 ciklone në 8 ciklone, mos qofsha gabim në terminologjinë tuaj se nuk është pjesë e jona. Por sërish era e atij tymi ndihet. Një lloj siç ka qenë, nuk e di se kur periudhë vite i takon që u keni ndryshuar këto parametra. Sërish ajo është një eksternalitet negativ që shqetëson totalisht komunitetin brenda Lushnjës dhe fshatrat përreth. Unë nuk mund të them dhe të fshihem mbas gishtit, ajo që ne na ka ndodhur, por nuk jemi në pjesën më e aromave. Këto do ta tregoj koha. Perceptimin vizual unë nuk mund ta shmang. Kemi bërë që është e mundur, abujt janë të pashmangshëm. Kjo ishte një diskutim dhe një shpjegim i dur që vlen për ne dhe për opinionin publik, pasi ndihmon njerëzit me informacion, po është dhe e vërtet që ne këtu nuk marrim dot përsipër që të përkthejmë analizat, çfarë shikojmë që janë brenda kritereve ligjore, po s'marrim dot përsipër që të marrim përsipër që ta themi në fjalën e fundit. Për mendimin tim, duhet kemi një diskutim dhe nga specialistët që nuk ka të bëjë me ty, të vinë thonë ata pjesën e vetë ligjore, se sa e dëmshme dhe sa e pa dëmshme është jo vetëm për ne këtu, por për gjithë opinionin qytetar, pasi siç e ndjej nuk mund ta mohojmë që janë të gjithë të shqetësuar. Më pas këshilltarët vijuan me shqyrtimin e pikave të tjera ku miratuan fondin për familjet në nevojë, procedurën e përshpejtuar për trajtimin dhe strehimin e menjëhershëm të grave dhe vajzave, viktima të dhunës në familje, të pajisura me urdhër mbrojtje, si dhe përfundimi i procedurave të privatizimit të banesave shtetërore që kishin mbetur të paregjistruara. Në rendin e ditës ishte parashikuar edhe pika për ndihmë financiare për një qytetar, banesa e të cilit ishte dëmtuar nga zjarri në lagjen Xhevdet në Pravishta. Por kjo pikë u tërhoq nga kryetaria e bashkisë Riselda Sefa pas informacioneve të prokurorisë se zjarri dyshohet të jetë shkaktuar nga vetë familjarët. Duke ditur se komunikuam dhe me prokurorin që do të na sillte vendimin me njëherë mbasi do të bëjmë mbledhja kryesisë, por kur erdhi vendimi i prokurorisë doli që zjarri ishte i qëllimshëm nga vetë familjarët, kështu që automatikisht ata humbasin të drejtën e përfitimit të shpërblimit. Ndërkohë pika për miratimin e listës së përdoruesve faktik për kalimin në pronësi të tokës bujqësore nuk kaloi në votim për shkak të mungesës së korumit prej 25 këshilltarësh. Në mbledhje ishin të pranishëm vetëm 22 prej tyre. Nxënësit e klasës së 5 të shkollës Nebi Sefa sollën në jetë historinë e Kongresit të Lushnjës me projektin Adheu Ynë. Në shkollën nënshkruesi pavarësisë Nebi Sefa në Lushnjë, nxënësit e klasës së 5 kanë mbyllur me sukses projektin mësimor Adheu Ynë, kushtuar historisë së vendit dhe veçanërisht Kongresit të Lushnjës. Gjatë prezantimit final, fëmijët rikrijuan momentet historike të vitit 1920, duke hyrë në shtëpinë Kongres me flamurin kombëtar në dorë, ashtu si delegatët e asaj kohe. Kongresi i Lushnjës ishte një nga ngjarjet më të rëndësishme në historinë e shtetit shqiptar. Ai u mbajt nga 21 deri në 31 janar 1920 në qytetin e Lushnjës. Pas luftës, fuqitë e mëdha po diskutonin ndarjen e territoreve shqiptare. Shqipëria rrezikonte të humbiste pavarësinë dhe të zotojë. Për këtë arsye, përfaqësues nga shumë krajina shqiptare u mblodhen për të ruajtur shtetin shqiptar dhe për të krijuar një qeveri të re kombëtare. Shteti mori disa vendime shumë të rëndësishme. Hodhi poshtë planet për coptimin e Shqipërisë, rrëzoi qeverinë e Durrësit, ndërtoi një qeveri të re me kryeministër Sulejman Delvina. Krijoi Këshillin e Lartë me 4 anëtar, formoi Këshillin Kombëtar që shërbente si parlament, vendosi që Tirana të bëhej kryeqyteti i Shqipërisë. Ferit Vopokole ishte një nga organizatorët dhe mbajti fjalën hapëse të Kongresit. Ai kontriboi vendime politike të asaj kohe. Nxënësit gjatë gjithë vitit kanë vizituar edhe vende të ndryshme historike në vend, duke ndërtuar një panoramë të plotë të historisë kombëtare. Për këtë projekt ne kemi shkuar dhe kemi vizituar çdo shtëpi dhe çdo kalan në vendin tonë.
Mësuesja Donika Beqiri u shpreh krenare për punën dhe për kushtimin e nxënësve, duke theksuar se projekti ka ndihmuar në forcimin e dashurisë për vendin dhe historinë kombëtare. Sot përfundua me sukses projektin me temë Adheu Ynë. Falenderoj nxënësit e klasës së 5 për punën e palodhur dhe për kushtimin në këtë projekt. Një falenderim shkon edhe për drejtorinë e shkollës, e cila na mbështet në çdo projekt. Një falenderim tjetër, falenderoj dhe ju uroj shumë sukseset nxënësve të klasës së 5 drejt rrugës së dijes. Operacioni Spank me antimafian italiane goditi një grup kriminal që vepronte në Shqipëri dhe Itali. U morën 14 masa sigurie dhe u sekuestrua 1 milion euro, tha kreu i Spank në konferencën e përbashkët me prokurorin e Barit. Një operacion i përbashkët me Spank dhe antimafias italiane ka çuar në goditjen e një grupi kriminal me aktivitet në Shqipëri dhe Itali. Operacioni u zhvillua mëngjesin e kësaj të martë nga drejtoria hetimore antimafia e Barit dhe skuadra fluturuese e policisë së Andrias, me mbështetjen e Spank dhe zyrës së ekspertit të sigurisë në Tiranë. Në kuadër të hetimeve u ekzekutuan 14 masa paraprake ndaj personave të dyshuar si pjesë e rrjetit kriminal. Sipas hetimeve, grupi kishte bazën në Tiranë dhe dyshohet se merrej me transferimin e palishëm të parave nga Italia drejt Shqipërisë përmes një skeme të strukturuar të pastrimit të parave. Autoritetet italiane bëjnë me dije se nga hetimet është arrestuar dhe kreu i dyshuar i grupit Igli Kamberi, që dyshohet për vrasjen e Francesco Di Viestit, ngjarje e ndodhur më 25 prill të vitit 2025 në Canosa di Puglia. Në konferencën e përbashkët për mediat, kreu i Spank Braho deklaroi se gjatë operacionit janë sekuestruar rreth 1 milion euro kesh, si dhe pasuri të tjera të dyshuara si produkte të aktivitetit kriminal. Ky operacion është rezultati i një hetimi të përbashkët, të gjatë dhe të koordinuar, të zhvilluar në kuadër të një skuadre përbashkëte hetimore. Në vijim të hetimeve lidhur me këtë çështje janë caktuar në të dy autoritetet 15 masa sigurimi personale, 10 për të cilave janë caktuar nga gjykata e posaçme shkallës së parë në Tiranë. Është një element shumë i rëndësishëm në këtij rasti, jo vetëm goditja e aktivitetit të krimit organizuar, të trafikimit të drogës, por edhe goditja e produkteve dhe pasurive që kanë rrjedhur nga aktiviteti i trafikimit të lëndëve narkotike. Ku gjatë hetimeve paraprake janë sekuestruar në total rreth 1 milion euro para në gjendje kesh. Po kështu nga gjykata e posaçme në Tiranë pas kërkesës së prokurorisë janë sekuestruar pasuri të tjera, shoqëri tregtare, automjete, llogari bankare, të cilat dyshohet se burojnë nga aktivitetet kriminale. Ajo që unë dua të theksoj dhe të vënë dukje sot është që ky rezultat dhe kjo skuadër nuk vjen si pasojë një tereni bosh, po është vazhdimi një historiku, vazhdimësie të disa skuadrave të tjera të mëparshme hetimore të zhvilluara midis prokurisë së Barit dhe prokurisë së posaçme me rezultate konkrete hetimore. Konferenca rajonale për digitalizimin dhe integrimin evropian u zhvillua në Tiranë. Kryeministri Rama i pranishëm tha në fjalën e tij se transformimi digital është kyç për integrimin evropian dhe reformën e pronës. Agjencia Shtetërore e Kadastrës zhvilloi për herë të parë në Tiranë konferencën rajonale me temë Nga prona drejt progresit, transformimi digital dhe integrimi evropian i Ballkanit Perëndimor, me pjesëmarrjen e institucioneve kadastrale të Ballkanit, Bashkimit Evropian dhe Këshillit të Evropës. Në aktivitet mori pjesë edhe kryeministri Edi Rama, i cili theksoi rëndësinë e transformimit digjital në procesin e integrimit evropian dhe reformën e pronës, ku theksoi se çështja e pronës mbetet një nga sfidat kryesore, por teknologjia po krijon mundësi të reja për një sistem më transparent. Pronarët e vjetër që mendonin se e lirinë erdhi dhe momenti i tyre për të marrë pronat dhe që pronat do t'u ktheheshin. Nga ana tjetër, duhej të përballeshëm gjithashtu me një sulm të plotë mbi tokën dhe një numër të jashtëzakonshëm zhvillimesh që praktikisht u bën
shtresa e re e pronësisë, le të themi, që nuk vinte përmes titujve legjitim të shkuarës, por përmes zënies së tokës. Dhe përtej kësaj, megjithse për arsye misterioze, regjimi komunist nuk e dogji arkivin e pronave, por i mbajti dhe ruajti me shumë siguri. Por ajo që ndodhi me arkivin në vitin 90 ishte katastrofe vërtet. Kështu që në këtë kuadër trashëguam një shtresë tjetër pronësie që ishte shtresa e titujve të falsifikuar të pronësisë. Kështu që të zgjedhësh dhe të zbërthesh të gjithë këtë është sfidë dhe vështirësi e vërtet që ka të bëjë me kompromise shumë të vështira dhe shumë të dhimbshme, sepse nuk është e mundur që të gjehet, le të themi, një pasërti e plot në një tjetër. Shoqata e transportit ka njoftuar se pagesa me kartë mund ta çojë biletën e autobusit në 70 lekë. Shoqata Kombëtare e Transportit Qytetas ka ngritur alarmin se përdorimi detyrueshëm i terminaleve POS në transportin urban mund të sjellë rritje të ndjeshme të kostos së biletës për qytetarët. Sipas operatorëve të transportit publik, nëse nga 1 qershori qytetarët do të paguajnë biletën me kartë bankare dhe jo kesh, atëherë çmimi aktual prej 40 lekësh mund të rritet me 30 lekë të tjera. Shqetësimi vjen pas njoftimit të administratës tatimore, e cila ka kërkuar që deri më 30 maj të gjitha bizneset që kryejnë shitje me para në dorë, përfshirë edhe transportin urban, të pajisen me terminale POS ose POI. Sipas të dhënave të bëra publike nga operatorët, bankat aplikojnë një tarifë fikse prej 30 lekësh për çdo pagesë me kartë, pa përfshirë komisionet shtesë për kartat kombëtare dhe ndërkombëtare, si dhe kostot mujore të mirëmbajtjes së terminaleve. Në një letër drejtuar institucioneve shtetërore, përfshirë Ministrinë e Financave, Ministrinë e Infrastrukturës dhe Bashkinë e Tiranës, shoqata kërkon sqarime mbi mënyrën e zbatimit të sistemit dhe se kush do të mbajë barrën financiare të komisioneve. Operatorët ngren pikpyetje edhe mbi realizimin praktik të pagesave me kartë në autobus, duke pasur parasysh fluksin e lartë të pasagjerëve dhe kohën e kufizuar në stacione. Shoqata kërkon gjithashtu që shteti të shqyrtojë mundësinë e subvencionimit të kostove, krijimin e një sistemi unik elektronik pagesash për transportin publik dhe vendosjen e një periudhe tranzitore për përshtatjen teknike të operatorëve. Deri tani nuk ka një reagim zyrtar nga institucionet lidhur me kërkesat e operatorëve të transportit urban. Evropa perëndimore përfshihet nga vala ekstreme të nxehtit. Shënohen viktima në Francë. Një val e pazakont dhe ekstreme të nxehtit ka përfshirë vendet e Evropës perëndimore duke sjellë temperatura rekord për muajin maj dhe alarm tek autoritetet në disa shtete evropiane. Spanja dhe Portugalia pritet të përjetojnë temperaturat më të larta gjatë kësaj jave, ku në disa zona të Portugalisë termometri parashikon të shkojë deri në 40 gradë Celsius, ndërsa në jug të Spanjës temperatura do të arrijë deri në 38 gradë. Edhe Franca, Belgjika dhe Mbretëria e Bashkuar po përballen me temperatura shumë më të larta se mesatarja sezonale. Mbretëria e Bashkuar pret temperatura deri në 33 gradë Celsius, ndërsa Belgjika temperatura deri në 31 gradë. Agjencia franceze e motit ka paralajmëruar për një val të hershme dhe të jashtëzakonshme të nxehtit me temperatura deri në 12 gradë mbi normalen e muajit maj. Deri tani në Francë janë konfirmuar 7 viktima të lidhura me valën e të nxehtit. 2 persona humbën jetën gjatë aktiviteteve sportive në Paris edhe pranë Lyonit, ndërsa 2 të tjerë u mbytën nga rrymat e forta të Atlantikut. 8 departamente në Francën perëndimore janë vënë në alarm portokalli për temperaturat ekstreme, ndërsa autoritetet po shqyrtojnë masa shtesë për përballimin e situatës. Ministri francez i mbrojtjes civile do të drejtojë një takim ndërministror për të vlerësuar gatishmërinë e institucioneve shtetërore përballë kësaj vale të pazakontë të nxehtit. Autoritetet franceze po shqyrtojnë gjithashtu mundësinë e mbylljes së përkohshme të shkollave, megjithse ende nuk është marrë një vendim zyrtar. Meteorologët paralajmërojnë se temperaturat ekstreme pritet të vijojnë gjatë gjithë javës, ndërsa ekspertët e lidhin këtë fenomen me efektet gjithnjë më të dukshme të ndryshimeve klimatike.
Këto ishin lajmet tona për sot. Lajmet i gjeni edhe në internet në website-in 4plusmedia.tv. Bashkë miropafshim.